Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim ka përfunduar fazën e parë të tenderit për ndërtimin e linjës hekurullore Vor-Hani Hotit pas një shtyrje një mujore. Procesi i prokurimit publik nisi në dhjetor dhe fillimisht kompanitë e interesuara kishin afat për dorëzimin e ofertave deri më 24 janar 2025. Megjithatë, Berge vendosi ta zgjasë këtë afat deri më 24 shkurt. Përmbyllja e procedurave tenderuese dhe nënshkrimi i kontratës do të hapjen rrugën për një ndër projektet më të rëndësishme hekurullore në vend. Punimet do të përfshin modernizimin e rreth 120 kilometrave të linjës ekzistuese midis Vorës dhe Hanit të Hotit, duke synuar një shpejtësi operimi prej 100 deri në 120 km/h. Sipas përditësimeve më të fundit nga faqja prokurimeve publike të Berge, faza e shprehjes së interesit nga kompanitë pjesëmarrëse është mbyllur. Në këtë fazë të parakualifikimit janë identifikuar subjekte që plotësojnë kriteret për të vijur më tej në garë. Kompanitë e përzgjedhura do të ftohen në fazën e dytë të procesit, e cila do të çojë në përzgjedhjen e kontraktorit final për realizimin e projektit. Ky modernizim do të përfshijë zgjerimin e trasës deri në 6.6 metra, forcimin e strukturës mbështetëse, rehabilitimin ose zëvendësimin e 12 urave kryesore, si dhe ndërtimin dhe përmirësimin e tunelit të Lezhës. Po ashtu, projekti parashikon ndërrimin e superstrukturës së hekurullës dhe modernizimin e 13 stacioneve përgjatë linjës. Me një kosto prej 368 milion euro, ky investim bashkëfinancohet nga Banka Europiane e Investimeve Berge, një grant nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Shqiptare. Këto fonde do të mbulojnë jo vetëm punimet ndërtimore, por edhe risistemimin e tokës dhe detyrimet tatimore të nevojshme për finalizimin e projektit.